Hani bamje 2 herë në javë dhe do befasoheni me atë që do ju ndodh. Bamjet janë embime me origjinë afrikane që karakterizohen nga shumë vlera ushqyese. Mes tyre mund të përmendim aftësinë për të parandaluar problemet kardiovaskulare. Arsyeja e këtij përfitimi është e lidhur me praninë e mukozës, një substancë gjelatinoze e cila gjatë tretjes mund të lidhet me kolesterolin duke çuar një ulje të rrezikshme të arteriosklerozës. Efektet që sjell në shëndetin e njeriut, konsumi i bamjeve është destinuar disa herë nga shkenca. Në këtë drejtim vlen të përmendet një studim i vitit 2014 i kryer nga një ekip aktiv në Universitetin e Teknologjisë në Kinën Jugore. Puna në fjalë monitoroi kushtet e një mostretje edhe në përfitimet e saj. Bamjet janë të pasur me vitaminën C, pra filloni t'i konsumoni dhe do të keni më shumë vitaminë C në organizmin tuaj. Ato do të përmirësojnë në tretjen, do të ndihmojnë në kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe do ju mbajnë të ngopur për një sasi më të gjatë të ditës.